Ka përfunduar në prangat e policisë së Shkodrës 52 vjeçari me inicialet LH, i cili po drejtonte automjetin e tij kur shkaktoi aksident një ditë më parë në segmentin rrugor që lidh Shkodrën me Muriçanin. Pas testit të alkoolit, 52 vjeçari ka rezultuar në gjendje të dehur dhe ky ka qenë shkaku që policia dyshon se ka humbur kontrollin dhe përpasoj është përplasur me një tjetër automjet me drejtues një 70 vjeçar, duke bërë që të dy të përfundojnë në spital të plagosur. Pas hetimeve të kryera nga grupi hetimor, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor i vun prangat këtij shtetasi për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Aksidenti ndodhur pas drekën e së hënës në segmentin rrugor që lidh Shkodrën Muriçan, përveç plagosjes së dy shtetasve, shkaktoi edhe rrallë pritje të gjata në këtë segment rrugor. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Velipojës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 68 vjeçar, pasi ka zaptuar një hapësirë të plazhit publik duke vënë pa lejen përkatëse disa lojra, të cilat u sekuestruan si provë materiale. Ndërkohë një 58 vjeçare banuese në Baksërjoll u procedua pasi u kap duke kryer punime ndërtimi pa leje. Në Malësi të Madhe u procedua një 29 vjeçar banues në Boriç të Madh, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj babait të tij. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.